Mirë se u gjej. Pra, Shqipëria drejt hapjes së një tjetër grup kapitulli me BE-n, konkretisht për çfarë? Është grup kapitulli 4, ai të cilit tani po diskutohet që kemi marrë ftesë nga ana e presidencës polake të Bashkimit Evropian për të përgatitur pozicionin negociues. Grup kapitulli 4 ka në fakt vetëm 4 kapituj, por në fakt janë kapituj që janë të rëndësishëm dhe deri diku sfidues, pasi lidhen në drejt për drejt me transportin, me energjinë, me rrjetin evropian të transportit, TEN-i siç njihet ndryshe, por është edhe kapitulli 27 mjedisi, i cili në fakt është një nga kapituj që kërkon shumë fonde, kërkon shumë kapacitete institucionale dhe shumë përgatitje gjithashtu. Është llogaritur në fakt që vetëm kapitulli 27 mjedisi ka rreth 200 akte ligjore të Bashkimit Evropian, të cilët duhet të harmonizohen dhe të përafrohen me legjislacionin ton. Pra puna për këtë kapitull do të jetë e madhe, ndërkohë që në këto 4 kapituj që bën pjesë në grup kapitullin 4 kemi 2 institucione lider kryesore përgjegjëse për negociatat në Shqipëri. Kemi Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit që është drejt për drejt përgjegjëse për kapitullin 27 dhe kemi Ministrinë e Infrastrukturës, Energjisë dhe Transportit, MIEN, pra që është përgjegjëse për 3 kapitujt e tjerë. Pra, janë të rëndësishëm këto kapituj si infrastruktura, ashtu edhe mjedisi, besoj aq sa janë të rëndësishëm edhe kapituj për reformën në drejtësi, apo jo? Sigurisht, është gjithmonë shikohet që kur fjalë puna për reformën e drejtësisë, për luftën kundër korrupsionit apo edhe prokurimi publik, janë çështje horizontale që prekin të gjithë kapitujt e tjerë tematik apo sektorial. Kështu që këto kapituj vlerësohen dhe shikohen edhe në këtë prizëm, pasi normalisht janë edhe të ndërlidhura me njëra tjetrën. Por duhet të thonë që janë kapituj që kërkojnë shumë investim dhe kërkojnë shumë financim dhe kosto, të cilat jo gjithmonë do të na jepet nga Bashkimi Evropian, por dhe ne vetë do duhet tashmë që të fillojmë të parashikojmë të cilat reforma do duhet që të fillojmë të ndërmarrim dhe të mos humbasim kohë, duke qenë që tashmë e kemi edhe një vit që parashikojmë mbylljen e kapitujve, po deri më tani po shikojmë që thjesht po i hapim ato, por akoma nuk po diskutohet për mbylljen e ndonjërit prej tyre. Deliu, ky grup kapitull i radhës, ku përfshihet siç e thatë mjedisi dhe infrastruktura, do të na marrin më shumë kohë për shkak se ka më shumë se të tjerët, apo kjo varet në varësi të përshpejtimit të punës? Në varësi edhe të eksperiencës të vendeve të tjera që tashmë janë pjesë e Bashkimit Evropian, Kroacisë apo dhe Serbisë dhe Malit Zi, që i kanë filluar procesin negociatave shumë herët se ne, është parë në fakt që mjedisi do të jetë një nga ato kapituj të cilët do të kërkojnë kohë, madje këtu mund të themi që është fiksa i procesi negociues, sepse këtu do duhet që dhe shteti të përgatitet mirë për të kërkuar dhe për të negociuar afate dhe data apo kohë konkrete se kur shteti parashikon që të realizojë reforma dhe standardet që kërkojnë nga Bashkimi Evropian. Në Traktatin e Bashkimit Evropian, pra ku parashikohet antarësimi apo përfshirja e një vendi të ri në BE, janë parashikuar ato që njihen si periudha tranzitore, pra kur ti si shtet parashikon që këtë standardin apo këtë direktivën apo këtë rregulloren që BE-ja nuk e realizon dot apo nuk i implementoj dot deri në momentin që do futen në Bashkimin Evropian, por do më duhet për shembull një periudhë 5 vjeçare apo 7 vjeçare pas antarësimit që unë të bëj të mundur transpozimin e plot të kësaj direktive. Dhe mjedisi do të jetë një nga ato kapituj ku ne do duhet që si shtet i parashikojmë shumë mirë këto elemente dhe të kërkojmë dhe të dimë si t'i kërkojmë në fakt këto periudha tranzitore, pasi për të përgatitur për kapitullin e mjedisit brenda këtyre afateve që ne parashikojmë për të futur në Bashkimin Evropian, në fakt është pothuajse e pamundur. Kështu që vetmja klauzor mbetet pikërisht që të përdorim bisedimin dhe negocimin për këtë periudhën tranzitore. Gjithashtu kur ne flasim për mjedisin, imagjinoni tani sa fusha futen aty, që të cilësia e ajrit, ujërat, toka, kimikatet, mbrojtja e natyrës apo edhe ndryshimet klimatike, që për shembull mund të themi që Shqipëria në shumë raporta për strategji për pjesën
ndryshimeve klimatike pothuajse nuk ka fare politika, ndërkohë që për Bashkimin Evropian është një nga politikat më prioritare, pikërisht ajo që njihet si agjenda e gjelbër dhe sigurisht mbrojtja apo luftimi i ndryshimeve klimatike që gjithmonë më shumë ne po shikojmë që po prekemi edhe ne këtu në Shqipëri. Kështu që puna do të jetë e madhe, në fakt mund të them nga ana tjetër që një kapitull që është deri diku me një përgatitje të mirë, ku ka bërë dhe një progres shumë të madh Shqipëria, sidomos në vitin e fundit, është kapitulli i energjisë. Duket që në këtë kapitull ne kemi një përgatitje mesatare drejt përgatitjes së mirë, ndërkohë që progresi ka qenë një progres i mirë, është nga të paktët kapituj në fakt vitin e kaluar në vlerësimi i Komisionit Evropian që ne kemi marrë këtë vlerësim për kapitullin 15. Ndërkohë që për dy kapitujt e tjerë, pra transporti dhe rrjetet europiane të transportit tani, mund të themi që kemi një përgatitje jo mesatare, por një farë përgatitje vlerësohet nga Komisioni Evropian, por që kemi le të themi një progres të qëndrueshëm të paktën në 3 vitet e fundit, çka do të thonë që të paktën nuk kemi një stopim apo një kthim mbrapa kur vjen puna në realizimin e reformave dhe politikave. Ndërkohë Deliu, si ka ecur me kapitujt ecuria në këto 3 vite sipas raporteve të Komisionit Evropian Shqipëria? Në fakt ka një vlerësim, janë 33 kapituj, për çdo kapitull Komisioni Evropian në raportin e tij vjetor bën një vlerësim të nivelit të progresit. Niveli i përgatitjes është një akumulim i gjithë viteve që ne kemi filluar procesin, ndërsa niveli i progresit vlerësohet pra atë vit që është monitoruar vendi. Në fakt, pjesa më e madhe e kapitujve që ne tashmë po negociojmë, pra nga 33 kapituj, diçka tek 15, 16 apo 17, kjo është në varësi edhe të viteve të ndryshme, janë në një përgatitje mesatare. Kemi shumë pak kapituj në përgatitje të mirë, mund të jenë kapituj të grup kapitulli 6 që lidhen me marrëdhëniet me jashtë dhe kapitulli që tham 15 që nuk ka shkuar akoma në nivel të mirë, por është diku në mes. Ndërkohë që kemi vetëm një kapitull 28, mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik që mbetet ende në fazën fillestare, pra është niveli fillestar i përgatitjes. Ky kapitull është në grup kapitullin e 5 që presim pastaj do të jetë grup kapitulli i fundit që ne presim që të hapim. Pjesa më e madhe kanë vlerësimin Some Progress, pra DC Progress, një farë progresi, ndërkohë që ka pasur edhe raste të kapitujve që kanë pasur një progres të mirë, si rasti i energjisë. Ndërkohë nuk ka pasur asnjë kapitull me progres shumë të mirë dhe lajmi pozitiv është që nuk ka pasur asnjë kapitull me regres, pra me bërje hapave mbrapa. Kjo me metodologjinë e re, Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian ka futur tani elementin e mbrapa apo regresit, çka do të thotë që mund të kemi edhe raste ku Bashkimi Evropian apo vendet e Bashkimit Evropian nuk janë të bindura që jo vetëm që nuk po bëjmë progres, por madje po bëjmë hapa brapa dhe kjo normalisht që do ta ndërlikonte dhe do ta vononte më shumë. Zonja Deliu, unë ju falenderoj që kënaqësi. Faleminderit. Ishim me ekspertin e integrimit Nirvana Deliu. Shkojmë në një hapësi të shkurtër publicitare, mos u largo.